Video e sotme nis me Aljen, e cila ka vendosur të tërheqë denoncimin për Sadakatin. Alja thot: "Unë jam rritur nga një grua si nena ime. Ajo më ka mësuar të jem e drejtë. Gjithmonë jam përpjekur të jem e drejtë. Gjatë këtij viti të fundit e kuptova shumë mirë një gjë, atë që quhet detyrim. Unë kam një djalë që duhet të arrisë sipas vlerave në të cilat besoj. Por sot, ndërkohë që të gjitha ato vlera u tronditën, unë hoqa dorë nga vetja ime." Nga ana tjetër, edhe Xhian shprehet se ndihet fajtor, duke thënë se nuk mund të bente dot atë që duhej dhe ndihet i dobët. Ndërsa në këtë episod, shihet Xhmel, i cili me një valizhe të mbushur me para, shkon të përballet me rrëmbyesin e vajzës së tij Zerrinit. Por duke u përpjekur të gjejë një rrugë të mesme, ai përballet me një agresor shumë të rrezikshëm dhe situata përshkallëzohet në kërcënime dhe tension maksimal. Kjo skenë zhvillohet në një moment kritik, ku Zerrin ndodhet ende në rrezik, por arrin të përfitojë nga një çast i vetëm për të kërkuar ndihmë. Ajo merr telefonin e rrëmbyesit dhe telefonon vëllain e saj Shahinin, duke krijuar një nga momentet më të tensionuara të historisë. Zerrin flet me vështirësi e tronditur dhe e lënduar, ndërsa zëri i Shahinit është i shqetësuar dhe urgjent. Kjo tregon panikun e tij dhe frikën e jetës së motrës. Fjalët e Zerrinit janë të çrregullta që tregojnë panik dhe dhimbje. Ajo përmend aksidentin dhe rrëmbyesit, duke konfirmuar rrezikun. Ajo jep një vendodhje të përafërt, kërkon ndihmë me dëshpërim, tregon se koha është shumë e kufizuar, ndërsa Shahin ai përpiqet të kuptojë rrezikun, po mendon si ta shpëtojë pa rrezikuar më shumë jetën e saj. Por për një moment, lidhja ndërpritet në një moment më kritik. Rritet ankthi dhe pasiguria, lë një ndjenjë frike dhe urgjencë të madhe. Pas telefonatës me Zerrinin, Shahini drejtohet e Xhmelit. Kjo tregon se ka marrë një gjurmë të re për vendodhjen e Zerrinit dhe janë gati të veprojnë menjëherë. Xhmel reagon nga ana tjetër, i tronditur dhe i tensionuar. Ai kërkon menjëherë detaje duke treguar ankthin dhe dëshirën për kontroll. Edhe pse në sipërfaqe duket një baba i shqetësuar, në të vërtetë Xhmel dëshiron të kontrollojë situatën vetë, nuk dëshiron që Shahin apo të tjerët të ndryjnë para tij. Ka motive që shkojnë përtej thjesht shpëtimit, mund të lidhet me një sekret që ai dëshiron ta mbulojë. Ndërsa agresori nga ana tjetër, ai ka menduar planin në mënyrë të tillë që shpëtimi të kthehet në vrasje. Personat që e duan Zerrinin, familja, vëllai apo miqt, pa e ditur do të jenë shkaktarët e vdekjes së saj. Vdekja jote do të vi nga duart e tyre. Kjo fjali tregon një mizori ekstreme psikologjike. Ai nuk do vetëm të vras, ai do që faji dhe trauma të bien mbi njerëzit që e duan. Arma është e lidhur me derën. Kur dikush hap derën për të shpëtuar Zerrin, mekanizmi aktivizohet. Arma qëllon direkt drejt saj. Pra Zerrin nuk mund të shpëtojë vetë, por kushdo që hyn për ta shpëtuar, pa e ditur ndërsa Kaja po afrohet drejt derës, pa e ditur se ajo është e lidhur me armën dhe se hapja e saj do të aktivizojë vdekjen e Zerrinit, situata ndryshon në sekondën e fundit. Në atë çast kritik, Demir del përpara Zerrin, duke u bërë një pengesë mes saj dhe armës, pa e ditur ai bëhet mburoja e saj. Kur mekanizmi aktivizohet, arma qëllon dhe Demiri plagoset rend, duke marrë goditjen që ishte menduar për Zerrinin. Ndërkohë nga ana tjetër, doktori Alçin njofton familjen për situatën kritike të Boranit. Ai ka nevojë patjetër për një donator për transplantin e veshkës. Sadakat denare përjashtohen nga ky proces, pasi Ayla tregon se ato kanë sëmundje kronike dhe nuk mund të jenë donatore të sigurta. Ndërkohë Xhihan, Kaja dhe Shahin bëjnë analizat për të kuptuar përputhshmërinë. Duke folur privatisht, doktori Alçin paralajmëron Xhihanin të mos marrë pjesë, duke e ditur gjendjen e tij shëndetësore edhe rrezikun që ai mund të mos dalë gjallë nga operacioni. Por Xhihani është i vendosur dhe këmbgulës, duke thënë se Alia nuk mund ta di për këtë rrezik. Analizat tregojnë se Xhihani është përputhës dhe mund të shpëtojë jetën e Boranit, duke sjellë lehtësim dhe lumturi tek familja. Ndërsa kjo skenë zhvillohet në konak dhe në një nga momentet më të forta të përplasjes mes dashurisë dhe sakrificës. Alia pasi ka mësuar të vërtetën në spital për gjendjen e Xhihanit, kthehet e tronditur dhe vendosur. Ajo nuk e mban me sekretin dhe përballet me të përpara gjithë familjes. Në një moment të papritur,
Alia e thyen eshtjen dhe deklaron: Gjani nuk do të hyjë në operacion. Kjo fjali krijon menjëherë tronditje. Familja mbetet e habitur. Askush nuk po e kupton pse ajo po kundërshton një vendim që mund të shpëtojë jetën e Boranit. Alia shpjegon arsyen me qetësi, por me dhimbje. Gjian ka një problem serioz shëndetësor. Operacioni është shumë i rrezikshëm për të. Ekziston mundësia reale që ai të mos dalë gjallë nga narkoza. Ky është një momenti ku sekreti del në shesh dhe tensioni rritet maksimalisht. Gjani reagon me njerë dhe kundështon, ai nuk e pranon këtë vendim, për ta jeta e Boranit është mbi gjithçka. Ai këmbgul, nuk mund ta lejoj Boranin të vdes, është gati të sakrifikojë veten. Kjo skenë është një duel emocional. Alia përfaqëson mbrojtjen, dashurinë dhe frikën për të humbur njeriu që do. Gjani përfaqëson sakrificën, përgjegjësinë dhe ndjenjën e detyrimit. Asnjëri nuk të riqet. Ajo lufton për jetën e tij, ai lufton për jetën e Boranit. E vërteta përplaset me sakrificën, dashuria përplaset me përgjegjësinë. Alia nuk lufton kundër shpëtimit të Boranit, ajo lufton për të mos humbur Xhihanin. Xhihani është gati të humbas veten për të shpëtuar dikë tjetër. Alia ju tregon rezultatin se dhe ajo është përputhse. Krijohet një mundësi e re për të shpëtuar Boranin pa rrezikuar Xhihanin. Por pikërisht këtu nis një përplasje më e fortë. Alia është e gatshme të hyjë në operacion. Gjani refuzon kategorikisht. Arsyeja e tij është e qartë. Ai nuk mund ta pranojë që gruaja e tij të rrezikojë jetën. Alia lufton për të shpëtuar Boranin dhe për ta mbrojtur Xhihanin. Xhihan lufton për të mbrojtur Alien, edhe nëse kjo do të thotë të rrezikojë veten. Të dy veprojnë nga dashuria, por në drejtime të kundërta. Asnjëri nuk pranon të tërhiqet. Ajo nuk do të lejojë që ai të vdes dhe ai nuk do të lejojë që ajo të rrezikohet. Pas debateve të forta dhe emocioneve të papërmbajtura, Alia merr një vendim drastik. Ajo vendos të marrë Denizin dhe të largohet, duke mos pranuar të përfshihet më në rrëfimin e rrezikshëm dhe operacionin. Gjan përpiqet ta ndalojë, duke i thënë se nuk mund ta trishtojnë me fëmijën dhe se duhet të ruajnë sigurinë dhe shëndetin e tij. Në fund Alia merr Denizin dhe largohet, duke mbyllur kapitullin dramatik me sakrifica, frikë, vendosmëri dhe dashuri të pakushtëzuar.